Pse nuk mësojmë për ilirët? Pse populli i një prej civilizimeve më të vjetra të Europës përmendet rrallë? Ose trajtohet si një shënim i vogël në historinë e të tjerëve? Sepse historia nuk u shkrua vetëm nga fitimtarët. Ajo u kontrollua, u shtrembërua dhe shumë shpesh u fshi. Së pari erdhi Roma që i quajti ilirët rebel. Pushtoi tokat e tyre dhe e mbuloi trashëgimin e tyre me emra latin dhe ligje perandorake. Pastaj Bizanti, që riformatoi rrëfimin kulturor për t'i përshtatur perandorisë së tij të krishterë, duke shtypur identitetin vendas në emër të unitetit fetar. Më pas perandoria Osmane, që sundoi për shekuj të tërë, jo duke ruajtur kujtesën e vendasve, por duke e zëvendësuar atë me perandori, administrat dhe heshtje të mbijetuar. Dhe kur Shqipëria më në fund nisi të ngrihej, fqinjët modern, me agenda nacionaliste, u ngutën të pretendojnë tokën, të rishkruajnë historinë dhe të mohojnë vetë ekzistencën e lidhjes ilire shqiptare. Pra jo, historia jo nuk u zhduk. Ajo u varos, qëllimisht përsëritshëm me strategji, sepse një popull pa kujtesë është i lehtë për t'u kontrolluar. Por ne nuk kemi haruar, jo vërtet, sepse gjaku ynë ende mban mend atë që librat tentuan të fshinë. Kjo është Kronikat Ilire, jo thjesht një faqe historie, por një rikthim në të vërtetën.